Dhe tani vim tek një moment tjetër edhe jo pak i rëndësishëm, spektakolar. Ke parasysh filmat shqiptar njërë pasit të kemi thënë atentatet? Po, kam po. Po sot, çfarë do të ofroj sot, Foti? Atere unë po pres me kuriozitet të Atere, të lutem, edhe për publikun dhe telespektatorin, lutem, hapni perden. Ja pra si gjithmonë këtu të ky ekrani vogël, brenda portokallisë do të shikojmë filmin e radhës, atentatin e radhës. Çfarë çudi e ka ndodhur? Ku jemi sot ne? Tek filmi Mësojnë Toria. Ju lutem të ndjekim sekuencën nga filmi real dhe pastaj të vim në Portokalli. E ndjekim? Stefan Bardhi, Guljem Radoja, hapu figur, Robert Mosevri. Ty do të të vrasim. Në mos unë një tjetër. 103 lek djeta ishte atere. Ja dhe Koburja. Më tërgull këtu për kokën tënde. Jo, s'ka zemër fukaraj. Ata nuk duan shkronja. Ata duan tru të derdhur. Stefan Bardhi, jam në dorën tënde. O, qohë trim, i thot ai, qohë trim, qohë. Sepse atentatet janë disa në llojin e vet. Janë me të shtën, janë me helmim apo tjera. Le ta ndjekim atë se si zhvillohet në Portokalli. Ju ftoj. Hajde lek. Mishi tretet kocka mbetet. Mishi tretet kocka mbetet, hekër shitet. Mishi tretet kocka mbetet, 1500 nafta. U bona 3 ditë që udhtojnë kom, që nga Tirana deri në Korç, jam lodh, jam pa hongër, pa pirë, pa diskutim as gjë. Shi zogu, kujto se viti 2008 mas Krishtit rrëshkasin akoma njerëzit ke banania. Hyre bre, kush është? Mirëmbrëma, a jeni ju Endri dhe Stefi? Po jo bre dalgët që Endri dhe Stefi. Stefani dhe Bardhi atëre, pa diskutim. Jo, Stefani jam, Stefani, Bardhi sa po doli. Shaka e vjetër kë e bëni me mësojnësit në kurbet. Duke, shaka e migracioni. Po ç'deshe? Ka marrë vesh që ti ditë zografisë është letra. Ka ardhur që të më bësh një tatuazh, se më kanë thonë që ti të bësh tatuazhe. Sa boj tribal tuk e shpina? Po jo bre se ne çpojmë vetëm vesh. Edhe këte në migracione ke bërë? Po me drejtorat e mësojnësve. Shi. Po hajde bre, hajde, hyrë brenda. Kujdes aty se kam derdhur vaj patatesh. Ku, se shofgje? Aty. Oh. Mos më thuaj. Shto të them? Po ti e që bën atë mishi tretet kocka mbetet e mishi tretet kocka mbetet. Me këto 2 tramet e funit zogu është bo mishi shemet kocka shërmoqet. Po ullu. Ullu të qeras me një qaj, se sa po e kam bërë, qaj morave është... Mirë se ju gjeta. është pak i nxehtë, po kujdes... Më fajtë të pas... Nese pastrohesh veti. Qa po më zogu se na sterilizove fare? Ullu, më fal, ullu. Lutem shumë, kam ardhur të më shkruash letër, jo për gjona tjera. Po ta shkruaj një letër, po do në qikë supë se sa e kam bërë supën. Jo, falenderit. Po është e mirë për... Po dhe se është nxehtë, fry. Shoku Stefan, përfundimisht na ke qaj kaptinën. Ka marrë të më shkush atë drejt letre. Ma shkruaj. Nuk e shkruan do të veto. Po s'di me shkruaj për ne. Po hajde se ta shkruaj ju. Shkruaj se është një letër për nënën, se e kom fiksim. A shu e? E kom Po pikë ule muna, do ule shti. Ulu. Shkruaj. Jepi. Nënë moj do marrë një udhë, moj nëna ime. I ka djallu bëra burë, moj nëna ime.
E mami si sot, kur pash një vajzë të gjorë, thash tani moj t'japi dorë. Do të nxori pistoletën o 4 feneshin o të mora jetën. I thash, u mosh ligat një kurv muti. Mus vret rufeja do vrasi baruti. E po, bëri që bëri, makinën mori. Në emër të popullit, pistoletën nxori. Ç'bën më? Do të vrasësh një mësonjës? Po pse jo, që kur keni fillu të kafshu në zonës në për shkolla jeni bërë rrezik publik. Po sigur unë do të thosha që stërnipi im Genci Polo do të bëhet ministër i mësonjtorëve? It's too late to apologize. It's too late. Zogu, janë qastet e fonit. Edhe ashtu si çdo zog bëja dhe ti qik ciu. Ciu. Natë e mirë. Uj, qenga. Më fali sekund se. Një sekund. Alo, o gru, po qëm? Kërcet lavatriqe? Po normal që ke fut pantalon me gjithë pistolet mrena. Qa katunare? Zogu përfundimisht nuk pas ke le me këmish, po me e lek antiplumb. Na bojnë e gja për të hongër. Me thënë të drejtën të gjitha mbaruan, po kam një konserv peshku, e kam për vetë, është e mirë. Se mos është e skadume. Po jo që s'ka duar, ja A shikoj. bone, qershor. Kemi kodën qershor. Qershore jemi në prill tani. Jemi në prill. Po, është e mirë. E pas ke qa? O, zoti Kocka. Zoti Kocka. Çka ky më? Qeshon e theshtatë? Po nuk thon kot. Një konservë skaduar në bark të mban atentatorin larg. O, zoti Kocka.